abbiamo fissato sia moderatore, quindi questo è stato il tempo di questa situazione. Sad ne vim, ki imam fol da pika profesore të programit, cilat është prezentimi I AES-it dhe të një Albani Engineer për Switzerland, edhe prezentimi I aktiviteteve për projekte, ashtu kemi me fol për konvendin zgjedhor, edhe për zgjedhjen e kryesisë së re. Në fund, pas gjithë këtyre aktiviteteve që do të bëjmë sot, do kemi një darkë për networking, do kemi edhe mundësi për me njohë më shumë njëri tjetrin, edhe pse jo me kriju edhe lidhje që mundën me qenë edhe fitim plushte për një kafe. Kisha dashur shumë me atësi që më fitu spari hapjen e asociacionit për ditën sot edhe të programit, është shoqata e kulturore shqiptare bashkimi nga shkolla shqipe, e cila vjen me një valle kulturore për neve. Bashkë me shkollën shqipe, do të shijoni edhe 4 pikë në radhë me qofshin shqiptarë që mund të bëjmë. Herr Präsident der Delegation,
Kosovës, e Shqipërisë do të më vjen pak më pas, është një problem. I nderuar profesor Çitoku, i dashur Vazhçani, president i Rrjetit të Biznesit Zvicër, i dashur Tirana, i dashur dhe shumë të respektuar inxhinier, architekt, ju të cilët me të vërtetë na lënë çdo ditë gjumë të jetën tonë Zvicër, sepse ju jeni ata që denjësisht përfaqësoni kombin tonë, një elit e shkëlqyeshëm e cila është për çdo shembull në Zvicër në diasporë. Ju jeni ata të cilët me të vërtetë jo vetëm që na bëni lumtur, por na lexoni jetën tonë, aspektin shëndetësor, aspektin e ndërtimit të rrugave, aspektin e navigacion. Ju jeni ata të cilët jeta jonë është shumë e lehtë se sa kanë pasur vendin tonë. Edhe një mirë se keni ardhur, zonja Zotëri, mirë se keni ardhur në momentin zgjedhor të Albanian Engineering Hospital. Ju falenderoj shumë që jeni prezant. Në fillim, dëshiroj të falenderoj përzemërsisht organizatorët e këtij eventi, sado që i vogël që është, ne kemi para jush antarë, ndoshta të një moshë më shtuar, sepse kemi si herë të jemi inxhinier Zvicër, por janë pikërisht antarët e vjetër të cilët kanë punuar që ky kuvend të mbahet dhe të cilët kanë punuar jo lehtë që nga viti 2011 që të përfaqësohen denjësisht edhe në Zvicër, edhe në Gjermani, edhe në Europë, po para se gjithashtu kombin tonë, pjesën e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Preshevës me Bojanovësit, mos t'i harrojmë, por edhe të Malëzi, sepse ju antarë të ri dhe ju antarë të vjetër jeni ambasadorë më të mirë të kombit tonë. Prandaj, dëshiroj të falenderoj zotin Tevfik Selmani, vice-president i cili ka punuar me zell që nga vita parë deri më sot, i cili është para se gjithashtu një person me shumë autoritet në nivelin zvicran, edhe si inxhinier i shkëlqyeshëm, por edhe si ndërmarrës i shkëlqyeshëm dhe i suksesshëm bashkë me bashkëpunëtorin. Prandaj falenderoj shumë Tevfik për gjithë ndihmën që ne kemi dhënë gjithë kohën. Dëshiroj të falenderoj mentori Lazin, i cili është një ndër themeluesit e parë të AVS-it, e me të cilin kemi punu shumë, dati një kohë të gjatë që nga fillimi, që para se gjitha me autoritetet zvicrane në Konfederatën e Zvicrës, me njerëz të prej Kalmires, të reprezentova në PFL në Universitetin e Amazonasë bashkë me ta, dhe deri tek SECO e gjitha organet tjera të cilët në kanë përkrahur rastësisht si inxhinier dhe shumë herë në kam lutur që të bëheni ambasador dhe punëtor të zashëm edhe në vizet tona kombëtare. Prandaj falenderoj shumë ato për gjithë ato që keni dhënë. Dëshiroj të prezantoj edhe Arafat Saidin, i cili që nga fillimi Arafati është inxhinier, gjithashtu i ka mësim për disa nxënësa si profesor i organizimit industrial, dhe Arafat Saidi është para se gjithashtu drejtori të SFASH grupi dhe ka për zemër orët dhe sekundet dhe milisekundet të cilët na masin kohën dhe avansimin tonë. Arafat, falenderoj për gjithë shkrimin dhe mësimin. E kemi Visar Ramçaj, i cili si inxhinier i ri dhe magjistër biznes, çdo herë ka punuar më shumë se na. Sepse ka qenë i vetmi që është marrë me teknikë, me informatikë, me gjithë. Prandaj falenderoj shumë Visar për çdo shkrim. Por ata që janë punuar më shumë deri në këtë kovën, janë dy që larguar nga stafi, është Enver Alia dhe Koshtine Megazi, të cilët me të vërtetë ata na kanë tek neve tjetër. Falenderoj shumë për gjithë. Të gjithë keni inxhinier shkëlqyeshëm, në një lami që në shumë t'i ka nevojë kombi jonë, kemi kushtrimin e sinjalizimit të gruvave dhe konfigurim të trenave,
i cili vetëm aktualisht për Austrinë, dikon 160 trena është i konfiguruar, dhe kështu si për ftrimit shpresojmë që ndonjë tren do ta konfiguron dhe do ta specializojnë në aspektin e sigurimit edhe për Kosovë dhe Shqipëri. Faleminderit për shkretin për gjithë programimit. Dhe kemi Enverën, i cili me të vërtetë aty do të thotë kanë më shumë të punë për akompitohen, sepse është konfigurim trenave tek një kompani Bombardier, i cili ka qenë një ndër kompanitë më të shquara në nivelin botëror dhe bën çdo ditë konfigurimin e trenave me shpejtësi të lartë, me teknologji të përsosur dhe kështu faleminderit shumë që kemi qenë bashkë. Unë që dua ta falenderoj është Manix Krasniqi, i cili me të vërtetë ka bënë një punë të shkëlqyeshëm, është ndërmarrës, por është të gjitha këta trena që do i merrni për çdo ditë, mos harroni se hekurullet e trenave në Zvicër, është pikërisht Manixi që tash 20 vite që i punon dhe i konfiguron se si bëhen të gjitha hekurullet e trenave në tunele, në rrugë, në të gjitha pjesët. Dhe faleminderit shumë Manix që nuk i bashkan gjithë, faleminderit çdo gjë që kemi prej dimeni më. Atëherë dy fjalë për AOS-in. AOS-in është themeluar në Universitetin e Lozanës në TFF në vitin 2011 dhe kemi qenë disa inxhinierë në atë kohë, të cilët me të vërtetë qëllimi ka qenë që ta profesionalisht kombin tonë dhe njerëz tonë dhe si synim ka qenë katër shtypat kryesore. Bashkëpunimi akademik në mes të vikësve tona të origjinës dhe Zvicrës dhe Europës, industrializimi i vendeve tona të origjinës, bashkëpunimi në aspektin publik, sepse aty inxhinierët kanë vendet në ujë, në ambient pastër, në çdo gjë, sepse Zvicra është një ndër vendet më të pastra në botë, dhe është shembulli i pastërtisë, shembulli i mbrojtjes publikut, shembulli i mbrojtjes shoqërisë. Prandaj ne jemi ata të cilët jemi rritë dhe jemi kryer në Zvicër dhe kemi shumë nevojë për këtë lami. Dhe aspekti social, sepse ne jemi shembull më të mirë, ju jeni anëtar të nderuar, shembull më i mirë integrimit në Zvicër. Dhe ju duhet të merret si shembull që të rinjtë tanë, fëmijët tanë, të bëhen inxhinier, të bëhen pilot, të bëhen astronaut, të arrijnë aty ku keni arritur ju. Prandaj është aspekti social shumë rëndësi për gjithë shqiptarët që janë në Zvicër. Pse AOS-i ka rëndësi? AOS-i ka rëndësi sepse asnjë projekt, asnjë shëndet, asnjë infrastrukturë nuk bën pa inxhinier. Edhe këmisha ime është bërë me një makinë, dhe është një inxhinier bravo. Edhe tavolina jonë nuk bën me një makinë, dhe është një inxhinier bravo. Edhe kjo sallë është ndërtuar nga inxhinier. Prandaj, më shumë rëndësi që të merret parasysh aspekti i teknologjisë si janë mekanika, elektronika, termodinamika, kimia, biologjia, gjitha lëndë, por edhe ekonomia që pse lidhen në vetë në aspektin biznesor dhe aeronautika në nivelin shumë domethënës janë kulmi i shkencës dhe teknologjisë dhe ne edhe në gjatë qëndrimit në Kosovë kemi bërë marrëveshje me disa lani të cilët aq shumë kanë nevojë vendet tona të origjinës, siç është energjia e ripërtërshme, siç janë edukimi dual, minierët, siç është treqa, transporti ekolog, trajtimi me turinave dhe pikërisht në këto lani jeni ju inxhinierë të nderuar të cilët mund të bëni shumë edhe për Zvicrën për programet tona të origjinës. Unë me vërtetë kam marrë disa slajde jo rastësisht, sepse unë jam dashuruar marrësisht në shkencë para 30 vite. Ishte pikërisht viti 93 kur fillova studimet e mia dhe si nxënës i Universitetit të Zonës në atë kohë u dashurova marrësisht në matematikë, në fizikë. U dashurova në integrale, në derivacione, në fonksione, në korrelacione, në statistika. Dhe fillova të kuptoj vetëm se nuk bën shumë sepse duhet të besoj në vetë. Por ajo që kam frymëzuar më shumë dhe që ka frymëzuar AOS-it është historia jonë, sepse ne jemi mbesa dhe mipat e Teutës. Pse të Teutës? Sepse Teuta ishte kishte arkitektët, inxhinierët më të mirë në botë. As
kush nuk mund të ta imagjinonte një industri të zhvilluar siç ishte Teruta. Të konfiguronte anija, të merrte gjithë Dalmacinë, gjithë Italinë, të bëhen një ndër vendet më të suksesshëm në botë për zhvillimin e industrisë dhe komercit. Ishte pikërisht Teruta me do dizajnin. 230 vjet para erës. E ne jemi mbesa dhe lipat e Terutës. Po si mos ta kalojmë Skanderbeun? Kur në kohën e hekur, kur njerëzit nuk dinin ta punonin çelikun, ai ishte mjeshtri më i mirë armëve, i mbrojtjeve. Dhe pikërisht Skanderbeu kishte inxhinier më të mirë apo vetë. Dhe pikërisht Yuri Masaras e Skanderbeu. Po si mos ta kalojmë Kargege, të cilët na mahnitën me si inxhinier civil në Austri. Ai ishte shëmbëtyra jote. Dhe kështu historikisht o dashurova në shkencë, nga ide, dhe të gjithë ju jeni ata të cilët keni me të vërtet një ardhmë të ndryshme. Energjia e përditshme ishte ajo ideja ime që mund të bëj diçka për Zvicrën. Mund të bëj diçka për popullin tim, po për fëmijët tonë. Dhe aty fillova që nga viti 97 të filloj dhe të mendoj që ne shqiptarët jemi më të mirë se të tjerë. Dhe është e vërtetë se askush në mesë shqiptar nuk di të punojë historikisht. Askush në botë si shqiptar nuk di të punojë, si ju nuk di të punojë. Dhe unë duhet ta ilustroj në një slajd, edhe pse ndoshta në mesin tonë kemi pasur iluzione. Jo regjeti mos ta prezantojë vetë, ta prezantojë esin atje. Jo, ne duhet ta profesojmë vetën, sepse ne jemi ata të cilët Zvicra mburet me neve. Në mesin e jam i sigurt se ka shumë menaxhera, shumë drejtorë institutesh, shumë sipërmarrës, të cilët Zvicra përfiton në mënyrë maksimale nga ne. Dhe ne jemi ambasadorë këtij vendi, po dhe vendit tonë. Dhe këtu kam ilustruar vetëm disa punime shkencore që kam bërë që 30 vite, si mos ta anashkaloj Solarin Turci, me të cilën kur futa në aeroportin e Kajerit, e shisha idenë që si mund të bëjmë pa asnjë litër të bëjmë rrugullimin në tërë botën. Dhe ajo punë ime ishte që pikërisht dizajnimi i motorëve dhe testimi i motorëve të cilët ka fluturuar në tërë botën pa asnjë litër karburant. Po si mos ta bëjmë të prezantuar 30 patentime në nivelin energjisë të përditshme. Kur për herë parë, vetura parë në botë, me ETH në Zurich dhe Potsdam Institut për Aviacion Civile, e dizajnuar me hidrogjen. Ku mendutëm të bëjmë një patentim me elektrolizë nga uji, ta ndajmë hidrogjenin dhe oksigjenin dhe kështu të lëvizë pa asnjë lodhje. Dhe vetura parë bën në vitin 2000, kur askush s'mendonte. Po pse mos ta cekni veturën e parë autonome pa pilot? Kur sot testa mbullet dhe patentimi i parë i idesë ishte pikërisht nga ne, instituti jonë, por nga unë si shpikës, që të patentimi i parë nga një veturë për një veturë pa gasës. Dhe kështu në radhë vazhdova t'i besoj vetë vetës. Unë jam i sigurt se ju jeni ata të cilët besojnë vetë vetës dhe çdo ditë bëni punë të shkëlqyeshme për këtë vend, i cili me vërtet jam meriton sepse na ka dhënë hapësirë. Dhe në fund dua të falenderoj personalisht gjithë ju që jeni prezent, sepse kemi rrugtuar nga vitin 2010 dhe ju uroj shëndet para së gjithash dhe sukseset pa numërta në një mision në shkencë dhe teknologji, sepse është armëria e fëmijëve tanë dhe armëria e gjithë botës në krisi. Faleminderit. Një është edhe drejtë ose në ka shqyra për që jam këtë rrugtimin tonë. Ju falenderoj shumë që kemi ndjesh që kemi mesin tonë. Për të me vazhdu,
Ma tu ti eri, ho lasciato la mia, mai что кажется цель там миссионный социальный до что репрезентует активитеты целых работ. Ну то что еще не детали на то, что не есть мало тем тем на фашем интернете про детали, как кого не можно социальный не даже сделать что так мало не в том и пока не. Речи фалмерит креатор репрезентиме, occhi qui di essere mettata sull'esperienza ma non butta sull'esperienza ma o ne ho del agenda per che lo tempo di me con le tasse che passano di cammino spiego che nel mondo ne passano di scelti professionale nei giorni di certificazione sul professionale. Паташ дискуссион как пошли на то, где детали этого цеги, шумицына активитета цеги на он. Пикспари идут цеги на спектрум хронологически сикандола, так свежий год там активитета АЭС. Чиж фирмки ми пасουν кримина АЭС, группы инженеров, митинг, комитатумы, менеджеры дизайнеров, типа швейцаров, Falendere, non lasciate questo caicato, territori istituti si sono di scelta in Lausanne, da genere con University Part, scegliere studente, quindi non peccato, basta diciamo vuole scegliere studente. A te такими типами, як ми дискутуємо парне, то джеб, борне професіонали, що модель та що порозумні групи інженера професіональні чи там методика, що там сім'я пам'ятки тому. Паскалі є такі бази на волімі, на доволі від паст, від не відвет, що йдеться не відвет, що. О, і на волімі, на доволі, на ком полішні не над дефінімені активітети, так це фабрика. Окей, окей. Astfel de definimite pe structuri de ești în proprietatea de sfinte, șapte de doi, și acei din bărbași, cum pe prezentăm, și areme, și site de internet, sau apoi de fapt modernă, prezentăm site de internet. Cred că discutim în voră, v-ați privit, alături ce avem în evoluție, șoceată, sunt în agenda cum prestigios, în corpul de de Lausanne, Roda Student Center, cu pași ministrit, ambasad, reprezentuset oameni european, can nașa și lucruri prezentine, ninavine al asociațiunilor. Materii și chimicaliu materiale, proiecte titanul de mecatronic, o să ne izolăm proiectele, la pe travai cu cine proiecte Ușuror, ca caracterin acest bun, părțim de geografie, pentru că și așa în cultură franceză, ți la candid, în comunii, o para așa se numește ceașvită, da? În cultură cu campasă de statuie este pronamplă de produs de doar de sindicat. Și șate de forma angită în cultura strane, în compromis, deci aș Copas OFS-ul discută de undeva de toată organizația de asociațiunilor al inginerilor. Să că mare este element cu informațiilor de interes pe promovarea științelor tehnice de viitorul. Pas stai, mi pasăm de proiecte de ca cei de diaspora de siguranță economică în Suița. Înțelegi că țările să fie în urmă, facem de scopul reprezentant în Suița în Tăhoi, ca cine înțelegi respectat uit permese școlii, permese acțiuni de tinerii și este ce contribuie sistemul în Suița de Niașul, a este cam apres de ca contribuie în ceasă cu ca prezentatori de să comunice permese platforma să abține Tăhoi
de grimine tojve, ca pasă organizimine activitete tândăște în cantone, involuat zonă, în cantone de Lazanas, Pien, că acele proiecte, că acele programe, la Comunitatea Verde, dacă am finanțare și că proiect, că acele workshop-uri, atelier, unde se analizează de familie, în vede tândăște, ce limbi ca acele mi promovu știința practică, ce limbi ca acele mi trebu țințite, mi trebu avantaje de școlini, sistem de școlini, și în familie, că mi face, nu că e cană de teatr, nu e de școlini, cât în zviță, cât în toate aspecte, ca în nu s-a făcut un invit de tine familiar, să te gere la tine, că să nu avem activitate de tonă. Tot pica de tine, i-am dat pe și mașină de migrațion, ca de în Lausanne, acum două și organizată în domnul neconsultative, uite, țela bancă politică, așa de discutăm cu integrăm să matimită, profesiune să matimită, uite, câte raste, mentorii, prieteni ceva, ăștia activi, le contribuăm, prezentăm, iar ne cuptuc seama mie, politic, în doșa de cărchiesa, iar politica zis sau mesajul care se reprezentă la mie în cărchiesa de cuive, ne știu la dinamică, pentru tu, cultură în ambiente, cu ietoră, pe formă. Unul își combin dual, lucruri și așa bilateral, de forme. To je interesant. V farmini, takimi direttori, da govorimo, so tudi na to milestone, pa tam prej so postane htjeli tim direktorov. Še ne je, če falim, da je ljubele, falim, da je vrhunče, ki ima prodežesine, šum inženjere, če je vedno te kam tudi dudbe, ki smo avto, ki so što ne poštece, milijon familije, milijon pošinu, ki mi pa se pošubala televizion, ki bi posebno tjeralo na dudne. Nu cheme došla je profesor grupe inženjerove, o cheme de misiune tjera, misiune na školu și inženjerove dom portfoliu nam služil și da nisam navikl. Cheme šom me bolj propunene faktorizirane učitave, da i fraza je boja pet inženjera se ta šom je vedno na drugi se na inženjerimi pa kroz mačina, šom je mir, ti cheme inženjere na asociacione de dona, se jan realista. Mir bo, to što noastră aceasta de o instituțiune, ținând noastră școlă și inginerii profesionale, factorizim, tutoare întâlnită, de trainer cu comunități de tonă, același număr, măcar în zi, iar o dinamic, pacmat în modul. Vi fate ne așa, că îi face cu până așa ce cu take-up, niște clasi, mă vom să nu ne discutăm acum așa pe de Fate. Porque activități cu caște în seșă, cu grande rolă și joacă studiei, cu poate să și nu cam mulțit de prezent în Iusolte. După urăice, cu grande șcăi să ești musmiri, pentru pasorulă că le am portării. Espresse a portării de silene de listii, de energii, de veia, că și joacă caște în seșă, inginerul de arhitectă și Paul Stisel, prătăților să convertirea oamenii de arhitectă. Dar nici și cealaltă două e cam și șapă, da? Nu tot școi în palioră de soi, vor de actor de un tămar cât vet, cu genialiul și să vași cu că noi visageră, vași cu linii ca ce niște ciușă, tu e ale de părgăzăie de creștine și cealaltă să fie de regecoașă. Башкулине, што чујшем контрибутен на африме, што чалта суе институционе de politică Kosovës, si rezultati këtij bashkëpunimi të fundshëm është nështruar një memorandum i bashkëpunimit mes Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqatës tuaj, për disa fusha shumë të rëndësishme ku mendoj ju mund të jetë një kontribut të rëndësishëm. Tani, siç e keni thënë
politice, de professor Boschli, parlamentari jaz, vendar dalje tehnico e të tjerë ku i deklarojmë këto personale pasi se kemi pasur rast të bashkëpunëve të kaluara, të ndërmarrje të pranishëm, edhe një herë shkruajmë emrat të ambasadorit të Republikës së Kosovës Amir Kelli, i të shëroj podimet të suksesshme të këtij kuvendi, pasi se me të vërtetë një pjesë e madhe punës që ne bën dhe ajo pastorin i madh ka qenë të punojmë me shoqatën e juaj, ndërsa jo për shkak se ne e njohim punën as mirë të inxhinierëve, por për shkak se e kuptojmë rëndësinë e saj dhe kontributin që ju mund të japni nga shtetin tonë. Edhe një herë nuk kam çfarë të shkoj për te asaj që i tha ambasadorin në vitin e mesazhin e tij, i cili kërkoi falje se për arsye objektive nuk mund të jetë i pranishëm, por me të vërtetë dua të them që dera ambasadës gjithmonë do jetë e hapur për shoqatën e juaj dhe kurdoherë mund të vini të na drejtojeni për çdo kërkesë që keni dhe që mendoni që ne mund të adresojmë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë kam nderin që më ftua ambasadorin e Shqipërisë, i cili reprezantohet nga diplomati Valon Gashi. Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht sfari të kojshëm pjesë për nesën, sepse kishim një delegacion në të ditë dhe u detyrova që të përcjellja sot deri në orën. Duke qenë se kishim këtë delegacion, unë gjatë rrugës me kthim, mundova që t'i shkruaj në të fjalë, sepse të dalësh para jush nuk është edhe shumë vështirë. Atëherë, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërin, anëtarë të shoqatës së inxhinierëve dhe arkitektëve në Zvicër. Në emër të ambasadës të Republikës së Shqipërisë ju sjell përshëndetjet dhe urimet më të përzemërta. Institucioni im ju shpreh mirënjohjen për kontributin dhe për bashkimin tuaj si një aset i dijes, kulturës, aftësisë dhe kapaciteteve profesionale që të shponi në Federatën Zvicrane. Zonja dhe zotërin të nderuar, jeni pjesë e krenarisë tonë. Ju jeni entitet brenda komunitetit të diasporës, mërgjimtarëve dhe krejt bashkëkombësave tanë. Në këtë vend që na dëshmon se shqiptarët janë qytetarë europianistë të shkencës, teknologjisë, studimit, arritjeve dhe kontributeve intelektuale dhe të niveleve të larta të ekspertizës. Arritjet, pjekuria, ambicie dhe lartëpamësia juaj shkencore dhe dijesore na japin ne krenarinë dhe vetdijen se kombi është komb i mendjes dhe aftësive të pazakonta. Kam mes jush inxhinier, profesor, ekspert, specialist me certifikime dhe kualifikime të larta ndërkombëtare. Ndaj, ju jeni një aset i pazavendësueshëm i identitetit shqiptar që me të drejtë ne ju konsiderojmë avanguard të atheut në këtë vizë të Europës. Reputacioni juaj shkencor, sidomos laurimet e disa prej më të shquarve në lëmit të teknologjisë dhe shkencës, na japin arsyeën dhe dëshminë madhore se shqiptarët janë mbi të shkencës, inovacionit, teknologjisë në majat të garës ndërkombëtare. Jeta më shumë se 2 dekade shoqat, më shumë se 1 dekade shoqatës suaj na dëshmon se keni jo vetëm një aftësi dhe kulturë shkëlqyese për organizim, por edhe për konsensus dhe unifikim të gjallë. Ju falenderojmë për shembullin tuaj, ju urojmë nga zemra për herë suksese dhe shkëlqim. Na mbledhshim për herë dhe ma tanë gjim jetorit tuaj të ardhshëm. Faleminderit Beta. Të nderuar, të vazhdues
praktisch een zo 3, de zone en het alweer per percoine waardoor de panda's atu se attaccano le vuote del poi routine in die Schulschrieb si dimostra la macchina sciolto si sta catologi vostri un sciolto in sotto un ministro casa d'ambor questo è momento in arte pian de George die pośrednio radnie Por kto prezent Jan Betteniste eller sett tillräckligt kan på filmorisorgen på antal beskat sköndigt kanske små inom 10%. Om det är representanter jobbar ingenjörer på Kegel-departementet Nu trebuie să-i departamentul de finanțe de inginer să se potrășicoi în reviști, fiore inginer, de fiore statine, nici și el mongeni, și că iuine atace, nu doar najbolnije projekte tam łączy funkcjonalne życie. Se muszę tu na mnie szukać, że better inżynier nu ta doi projekte preoaste. Że dirne ele eu mas dia de mulheres com a nossa filósofa da engenharia, pouco filósofa da engenharia, não há engenharia, também se tudo. Então, filho presentinho, tu doar pentru că departamentul cu atât nu inventură studiul universitar. Nu doar punerea actuală de companii ce la punerea. Уважаемые образцы инженерии ИТИС, Амелцили инженерия ИТИС, Рабаца ИТ инженерия УРАМЕ, Механикис, Аурел Фудони инженерия Механикис, Albert Jamboni inženier Technikas, que sono in touch with the Biesle economie besteed in het grote die met de sua per geschaffen tun eller per kommentering tun sich. Pastaj kemi edhe Gleba Prishin, departamentin e financave. Potrebno se moj inženjer mehanikës. Edmond Sura, inženjer mehanikës. Emiliano Hoxha, inženjer informatikës. Edri Rama, inženjer elektronikës dhe robotikës. Endera Lia, inženjer industrisë. Edgar Hanzaj, departamentul menajmentit. Edgar Hanzaj, Vlore, inžinier mehanikës. Florent Lušta, inžinier brojitës naziore. Florent Šehu, inžinier civil. Isaac Hanimi, inžinier chemik. Katrina Brisonti, inžinier mehanikës, kjo është një figura që në bënë me të vërtet ndjejmë të natë në mësës edhe ashtu kemi shumë pak gjinisë vendore në Zvicër dhe inxhinier mehanikës, po fjalë mund të shqiptare, kjo aspekt nuk mund të vi në kërësor bezet në shkak të shëndetit. Emre jem studia, me prezentuet në në vërtet, pandet, kryetar, në kryetar, gjatë fjalimit tuam, mendova që mos jam i tepër këtu sepse nuk jam mësuar kështu. Dhe faleminderit shumë te fik ku nuk e marrë telefon janë aktivitet në Kelbin për mund të shqen unë e kam shqite sa piden në Belikuj edhe pastaj t'i përvishin mundës. Me vërtet faleminderit gjithë atyre që e kam pranuar me vë pjesë AES-it, jeni me vërtet me rrugushur, jeni shumë modest, mënyra se si më këthyre përgjigje të keni kërkuar me përtej që keni profesionalizëm edhe ta njëzit në mëndë. Mos vazhdojmë me folë për vetën, vazhdojmë prapë me Direkt Shukov, inxhinier mehanikës, Maris Krasniqi, inxhinier mehanikës, Meritin Tolaj, inxhinier mehanikës, Mintari Lozi, inxhinier mehanikës, Mergel Morinaj, inxhinier mehanikës, Eugen Lozi, jurist, Recep Bash, inxhinier mehanikës, Roland
Para să ne aprofundăm, mă gândesc că Andrei, pentru ce ne trebuie, dar în momentul porce, eu că mi-e tot și tot, este numai antorn da piesa centrului, da piesa lindul rezistens. Se deve também ca ce eu sunt prezent și ceva în câte piesă. Até, eu fac Andrei Medvedev, ce e prezent, el knježek bun, tjerito, el tažeme prisigare, el te vergojnë të vonë, që do atyre se jemi profesionalizm dhe duhet mbetush. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë kushtim. Për historisë që dëritash kemi janë më madhe që ka qenë me që shkenca dhe për inxhinieri, kom shumë derë dhe knatësi që kemi pak muzikë, se muzika është në tjeta, atë rëftoj zonjën e Lina Lefort për një pikë me piano. Ndjen shumë e privilegjuar që kemi këtu personalitete të inxhinierisë në arritje me aprovim nga tregu i studimeve dhe i provuar që na bashkon në muzikën me këta inxhinierë të famshëm dhe gjithashtu mbledh këtu që bëjnë pjesë në këtë rond, është kreativiteti, pasioni, përkushtimi dhe kënaqësia e të vënit në shërbim të masës më të gjatë njerëzve. Faleminderit. Kështu do të përpiqemi dhe dy bashkë që t'ju informojmë pak me strukturën e bordit. Do të thotë ne kemi planifikuar që dhe kemi bordin menaxhës dhe bordin ekzekutiv. Nga bordin menaxhës kemi menduar bashkërisht që të jemi parafesisht 9 persona apo 11, të
të jemi tek për shkak të votimit, të bëjmë si shtat Konseji Federal që janë. Do të thotë, dhe pasi që unë dhe të fiku do të largohemi nga bordi i menaxhës, dhe pa tjetër që ta do t'ja lëmë vendin edhe në nivelet edhe kushtrimin, do të thotë nga bordi që ishëm te, aktualisht do të thotë janë 4 që kanë nder, ndërsa një të tjerët do t'i lëmë vendin për 3. Me 26 gusht kam kërkuar nga 3 flur që të aplikonin në mënyrë vullnetare nga anëtarët e ri që të jeni pjesë e bordit të menaxhës. Kemi pranuar 5 kërkesa, të gjitha janë të rregullta. Nga bordi menaxhës anëtarët e vjetër kanë shprehur dëshirën të vazhdojnë, do të qesën në votim. Është Mentori Lazi, është Arafat Sahiti, Kushtrim Majvazi, Enver Alia, dhe këta 4 janë të cilët shprehën dëshirën të vazhdojnë misionin e tyre në bordin e menaxhës. Ndërsa kemi planuar edhe aplikimet e Bleda Berishës që me vërtet e falenderoj shumë, para se gjithashtu është një ekonomiste e shkëlqyeshme, dhe për mua studimet është shumë lëmimje, e një gruas si ka nga Kosova dhe ka studiuar edhe nivelin postdiplomik dhe falenderit shumë që ke pranuar të jesh pjesë e juaj. Për mua ka qenë një nder i veçantë për anaj, sepse nuk është realiston, por inxhinieria pa financa, pa biznes plane, pa marketing, pa gjitha këto në shkollë. Prandaj është ndoshta një nga kandidaturët më të mira që më kanë pranuar ndonjëherë në bashkëngjitë në bordin e menaxhës. Pas Blerdës kemi Kaltrina Gzati, e cila me të vërtetë është për arsye shëndetësore nuk është sot këtu. Po është inxhinier mekanikës dhe edhe ajo ka shkuar CV dhe ka pranuar të jetë pjesë e bordit. E falenderoj nga distanca Kaltrinën. Dhe që nga fillimi pasi ti në bashku, është një shembull i mirë një gruas e cila është bashkangjitë bashkë me inxhinier dhe arkitektë. Është Arden Shabani, e falenderoj përgjithësisht Ardenin që nuk ka shprehur dëshirën të jetë në bordin e menaxhës. Është Roland Regjepaj dhe Almen Haziri, i cili Almen çdo herë ka qenë pjesë e jona, është një inxhinier shkëlqyes me IT-s, dhe falenderoj përgjithësisht për përkrahjen edhe para këtij kuvendit. Dhe shpresoj që do thotë ashtu kështu ne nuk kemi ndaj tjetër sepse besori bën në ndaj në AES, po bën në pak aktiv, kështu që do thotë je i shkëlqyeshëm, patjetër mirë që je shkruar dëshirën në bordin e menaxhës. Do thotë tash po lëm vetë pak për procedurë, na shpjegoj si do të vazhdoj. Ai prezantua mirë. Perfekt. Për procedurë që ne do të votojmë me WhatsApp. Është ku kemi grupin e votimit që është krijuar në specialisht për sot. Ata që prezent këtu janë në grup, që ata që janë me drejt vote në tjetër, edhe do të votojmë si trup i përbashkët. Do të jemi gjitha kandidat si stave profesorit, do të kalojmë prej 8 që ishin deri tash, jemi 9, duhet votojmë për këtë pikë, dhe nëse votohet bordi siç i propozuar për profesorët e 9, ata që janë kandidat. Okej? Unë ftoj kushtrimin të bashkangjitë të tonë, ndërsa unë edhe të fiko do t'ju bashkangjim ju. Nëse pajtohemi të gjithë, do të bilon randin juve dhe pastaj organizoni bashkërisht votime. Atëherë 100% personave që kanë votuar, 26 zgjedhës nga 28 pranishëm, kanë votuar për po, asnjëri jo dhe asnjë abstenim. Atëherë si strukturë do të validohet që të bëmë 9 antarë dhe 4 antarë të bordit të menaxhës. Dhe kalojmë pikën e 2, ku do të votojmë për bordin, duke vetëm për pikën që do të ndryshuar nga 8 mon. Pyetja aty do të ishte shpejt prej visarit për bordin, si trup i tërë mund gjithë ta kandidat që përmendën nga profesori.
Edhe një herë mundemi përsërit po për një Ana propozu. Edhe unë i propozu. Prej anëtarëve të bordit tanishëm, pra është mentori Jazi, Arafat Zahitaj, është pushtrimi, Jamun, tjerët është Blerta, Kaltrina, Arben Sharoni, cili nuk është ku prezent, ashtu si dhe Kaltrina, Rolati dhe Aniri. Ta janë kandidat për bordin një gjusë. Me afat 3 vjeqarë. Ta cekmi edhe këtë. Do të thotë pas 3 viteve, do është atërë të gjithë, por nuk përjashtohet mundësia që nëse nga antarët e rregullave kërkoni zgjedhje të jashtëzakonshme, do thotë mjaftojnë baksa ku jeni të gjithë, të bëhen një mazhëron mbi 51% për vendi pranë antarëve. Okej, tani kemi mundësi në votu pra. Aktualisht kemi edhe një herë 26 antarë që kanë votuar. Shumë disiplinuar në votim. Do thotë një abstenim, 26 për po, asnjë kundër. Për momentin do 26 antarë janë pro. Do thotë është mbi dy abstenim. Do thotë me shumit të votash për 26 antarëve kanë aprovuar bordin menaxhës za persona që kanë konkurruar vullnetarisht. Ma ne propozim të veçantë nga ana jote, sepse nuk kemi pas dëshirë të propozojmë asnjë. Kështu që do thotë uroj që bordi menaxhës i ri shumë suksese dhe tash vini përpara AES-in, ju i një armëria jonë bashkë me ne dhe se antarë të rregullt. Prandaj faleminderit shumë nga të gjithë ju dhe unë do të bashkangjitem me ju. Faleminderit për votimin, faleminderit për pjesëmarrjen. Na duhen 5 minuta bordit menaxhues, njërë që të konsultohemi për bordin ekzekutiv. Ku është dhe do të propozojmë kandidat në një herë pas 5 minuta. Deve ramas më në shkove, rrugës ku shkoshe në Kosovë. Deve ramas më në shkove, rrugës ku shkoshe në Kosovë. Rrugës ku shkoshe në Kosovë, tash me një lingua në rove. Rrugës ku shkoshe në Kosovë, tash me një lingua në rove. Tash me një lingua në rove.
En vera lideri, mentori razi, Kartina dhe Gzati, Abel Shabani, Rodan Drejqa, Recep Arifat dhe Armin Haziri. Pas kësoj eftoj Elviri për me paraqit propozimin e ri për strukturën për shkak të votit ekzekutiv. Faleminderit Berta. Kjo ka emra kënë për bordin menaxhues, tash për bordin ekzekutiv kemi një propozim të ri për strukturën e re. Të thonë deri tani ka qenë një nënkrytar, kurse tash tutje ne propozojmë po 2 nënkrytar, njëri Zvicrës gjermane, tjetri Zvicrës franceze, pa edhe pjesën italiane, po patjetër që do të përfaqësohet në mënyrë së tjetër. Kështu që nëse jemi gati, muna me votu tash një prapë në të njërë me WhatsApp, propozimin për strukturën e re, të tonë me pas 2 nënkrytar. Kjo është pika e rëndë. Nëse s'ka votus tjerë, deri tani janë 24 po, një është jo. Ne konsiderojmë që votimi ka dhënë propozimi për strukturën e re me 2 nënkrytar. Është rëndi tjetër, pyetja tjetër që do të jetë rëndi tjetër. Këtu janë kandidatë që të t'i lexoj për bordin ekzekutiv për 5 anëtarë. Mirë, faleminderit për atë. 5 anëtarë, presidenti i AES-it është Mentori Razi, i propozuar, kuptohet. Nënkrytarët në për pjesën franceze është Enver Aliaj. Ndërkaq nënkrytar për pjesën gjermane është Kushrim Ajvazi, dhe shefi për komunikimin dhe për marketing ndërsa shefi për financa është për regjime. Do të procedojmë me votim në njëjtën mënyrë me WhatsApp. Pyetja do t'ju gjejë në herë, besoj. Okej, pra votimi është kështu. Po për këtë bord ekzekutiv janë 24 vota, jo 0, abstenim janë 2. Konsiderojmë që propozimi votohet. Profesori Recep Bashi të bësh dorëzimin e detyrës tek kryetari i ri mentori. Sepse mikrofoni Misioni do të rri, shëndet ka të gjetash, të jesh një kryetar pas gjetash i bashkimit. Kjo është shumë rëndësishme ta kesh parasysh sepse ne shqiptarë pas një herë tjetër bashkë. Dhe ajo që e ka marrë AES-in ka qenë misioni më i vështirë i imi, si kjo po bashkë. Dhe kjo është detyra jote e parë. E dyta, që këshilli im është se gjithë të inxhinierët që janë këtu, veç në gjatë pushimit, gjatë pauzës, do të pash njerëz që kërkuan miljera, mentia, gjitha dhe janë secili me 20 vjetë. Dhe të kisha vetë jo shumë hapësirë gjithë këtyre të rive që komunikojnë bashkërisht dhe në anë të AES-it të avansoni si është më mirë, sepse keni një mision shumë të vështirë, jeni ambasadorët tonë, ambasadorët e Shqipërisë, Kosovës, po paraqitësh ambasadorët e shqiptarëve që jetojnë në Zvicër. Dhe e fundit është që besonin në vetë dhe mos mendoni sepse asnjëherë luftoni çdo herë kundra pasilitetit tuaj. Thotë luftoni çdo ditë kundra vetvetes e asnjëherë kundra suksesit të tjerëve. Faleminderit shumë. Përshëndes komunitin diplomatik francuz të Shqipërisë dhe Kosovës, profesorin Fatym Çitakun, Mirelën dhe Bacin Çamir të familjes madhe Katrizekës. Zonja dhe zotri,
Pjesëmarrës të nderuar, të dashur kolegë. Me kënaqësi të madhe dhe mirënjohje të thellë që ndroj sot para jush sekretari i shoqatës tonë. Jam i nderuar nga besimi që më keni dhënë dhe jam i vetëdijshëm për shtrirjen e detyrimeve të mia. Sinqerisht, falenderoj komitetin menaxhues në largim të udhëhequr deri me tani nga shkencëtari i madh dhe i shuar profesor Zotri Recep Kashi, me të cilën kemi ngrit një strukturë shoqëruese novatore, e cila sapo ishte shfaqur në peizazhin zviceran në vitin 2012 në prefer të Lozanës. Në të vërtetë në atë kohë, jo vetëm që ishim iniciator dhe dëshmitar të një krijimi të një shoqatës të re, por edhe të krijimit të një gjendje të re shkritore dhe një frym të re organizimit të mërdhatës tonë, e cila u mirëprit aq shumë nga popullata vendase dhe e huaja. Ajo isi ngritë më lart shiritin e integrimit dhe kohezionit social, por gjithashtu ofron një platformë për shkëmbimin e njerive shkencëtore midis Zvicrës dhe vendet të origjinës tonë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Çfarë do thotë AES, Albanian Engineering of Switzerland, e cila na bashkon gjuha. Switzerland, vendi ku jemi, po ke jep mundësi që të krijon edhe tjera vende në përballë tjera AES. Kjo është qëllimi. Aty është ideja e rrezatimit. Ne duhet të ecmi me kohën tonë dhe të lëmë zhurmën tonë në tranzicionin e energjisë dhe në ardhjen e inteligjencës artificiale, sepse revolucioni teknologjik është duke zhvilluar. Po pra, popullsia e Ballkanit gjithashtu ka të drejtë të kontribuojë në ndërtimin e këtij tranzicioni. Koha për të ndërtuar ura në vendet tona të origjinës dhe vendet tona fshi është thelbësore për ndërtimin e paqes të qëndrueshëm në rajonin e Ballkanit, si gjithmonë shqiptarët dinë të bëjnë. Edhe nëse demokracia është në rënje gjithnjë më shumë në mbarë botën, prandaj ne kemi një detyrim moral ndaj brezëve të ashme si në Zvicër dhe në vendet tona të origjinës. Po të fikë, do të lidhemi lidhje me lapshin e me të tjerë, të dhëmë shembull që fëmijët e tanë ta marrë drejtimin e duhur të mësojnë, se jemi me një vend të dijes. Transformimi i AES-it do të vijë nga idetë tuaja dhe dëshira juaj për të sjellë ndryshime thelbësore. E ne si shoqatë profesionale në fushën të ndryshme jemi duke definuar qartë objektivet tona. E në këtë optik jemi duke realizuar këtë program me qëllim të forcimit të shoqatës dhe pjesëmarrja juaj qoftë në këtë kuvend dhe në aksione që do të përcaktohen, po tregon vullnetin dhe vizionin që kemi. Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen dhe për angazhimin, ju uroj sukses në projekte që po na presin, sepse inteligjencia kolektive, ose që thot profesori Fadil Çitaku, emocionale do të mbretërojë brenda templit të AES-it. Ju falenderoj për vëmendjen. Kam kënaqësinë që sot të ndaj një mirënjohje ndaj ambasadorit Samir Bukelit, në të cilën në të vërtetë jo që kemi një ambasador të mrekullueshëm, dhe kemi një vend ku të shkomi e të flasmi për ato çka neve na vendosin, po jo vetëm që na ndëgjojnë, por edhe na orientojnë. E në e të gjithje e kjo është me vërtet një krenari. Ajo i si sot e ndonë mirënjohje ndaj për Samir Bukelit, që si edhe antarë dhe. Kryetari ju i dashur me Recep Kashi, ti na thave që po do me ikë, jo Recep. Tash puna jote fillon, me neve mbrapa të kemi e të kërkojmë që të vjen në bordin deri, edhe kemi mirënjohje për ty që deri sot na ke duruar.
anash të Fik Selmanin, vice-president, me të cilin me vërtet është një person që na dënon me ka biznesin, dhe mi menaxhu njerëzin, leadershipin, edhe një inxhinier në mrekullueshëm, Tefik, mirë se vjen në Cian Faleminderit. Me presidentin i listë. Faleminderit shumë. Ta marrë një foto bashkë për një jo, a ka dhe shumë. Në dhe në e si kujtem. Je pa pa të kështë të shtë se. Nëse brejujet edhe pak të shtë një fullet. Kjo foto, si foto gjithë të tjerë, do të të marë në men se banëm që ka banëm në jetë, si private, si profesionale, që ka është me rëndësi se të sigurohet vazhdimësia. E kjo të regan vazhdimësi. Obligimi më të madh që do ta kemë është që ta siguroj këtë vazhdimësi e që të shpresoj që kjo sallë do të jetë shumë e vogël për ata tjerë kur të vinë në ta. Nërësët në të parajove profesorin Felicitore. Ju përshëndes gjithëve, shumë faleminderit për ftesën, profesor Gjep, Enver. Kam pasë derin që këta dy të njohë që një kokoqa gjatë edhe dertën në për disa konferenca shkencore cilat i kemi organizuar dhe udhëhequr së bashku. Ju përshëndes përfaqësuesit vendeve anë, nga Shqipëria, nga Kosova, Bacin Shamil, artistën e merituar të kohët tonë, Ermiren dhe gjitha kolegit këtu. Ju faleminderit shumë që më dha rasti të flas pak këtu. Po duke ardhur me makinë, unë jetoj në Margovice të Njurë, ose në Argao, kurse akademi që drejtoj Akademia Shkencave të Shqipit në Zvicër është në Zürich, mendonja se fatkesisht paçyshin nuk më ka përjetu. Ka vdekur 3 muaj pasi që kam ditë dëmë. Por me të regonin që 17 km ka ecë me dikon 70 kg misër që të shkojnë në historie dhe të dunë që të jenë fëmijëve të bukë. Fatë këtune inxinjerëve që sot i shofim këtu, mu mundësën që t'ipem më shumë se sa 100 km me atë traditëse me gjitha ato në Keqek, ndaj respekt për punën që vemi, për të mirë të njerëzimit në përgjësi, por me unifikimin të huaj edhe për të mirë të rranjeve tona të komit shqiptar, dhe apeli im zemror është që këta dy përfaqësues të vendeve anë, që nga kanë dërgu dhe kanë orë këtu, ta qojnë mesazhin të gjitha ato ministri, të kryeministrat e tyre, që t'i involvon, dhe më thonë, këtu koka geniale, këtu grada bukra, që në këtë konkurencë, që nuk ka konkurencë besoj ma madhe se sa në Zvicër, i ka treguar Zviceranët dhe botës me mund të arrije çdo sa në punë për pushtim e kështu me radhë. Unë vim nga shëndetësia, por ka fati ose fatkesia si doni që të merrem me leadership, domethënë nga ana shkencore, dhe falë juve, sot, sepse ne mendohem në Akademi Shkencave të Shqipit në Zvicër që t'javon edhe të Shqipit në qasë tjetër, basuar 100% shkencë. Dhe më thonë puna juve, në ka mundësi që sot e kemi, do të thotë në ETH të Lozanës, kompjuterin më të sofistikuar në botë, që në mundëson të afrejtojmë një qelizë dhe triliona sinapse të më thonë dhe lidhje qelizave nervore, dhe t'ju dhonë data sot njerëzve që janë skeptik, ose ka qenë skeptik, rreth leadershipit, inteligencës emocionale që ta kolegu, t'i simplifikojmë të gjëra dhe të mundësojmë njerëzimit dhe më për një kohë më të mirë, sepse në momentin kër ne po flasim, por në momentin kër e kemë themelua
ka në vite gjysë. Fatkeqësisht rreziku kyç që i ka nose lezimi vije posaçërisht nga lideret dhe lideret jo kompetente. Albanian Engineering of Switzerland i dëshiroj shumë suksesin të ardhmen dhe jeni nderi i kombit në kom tjetër çka të thonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për historinë të vetë. Atëherë vazhdojmë. Kam deri me ajo fjalën e zonjës Mirela Mezani, e cila po ashtu është edhe mësakire të vërtetë. Ju përshëndes të gjithëve, nuk po i zonë e emra të gjithë, sepse jam përpara një auditori njerëzish që janë të gjithë intelektual. Dhe ky është një nder që më është bërë, jo si mua si Mirela, po si wow, si shoqata e Granave Shqiptare në botë. Faleminderit Recep. Nuk isha përgatitur për një fjalë, nuk më kanë thënë, megjithatë si plonjate doja dalë me këtë herë. Së pari i uroj mentorit si kryetar i ri, punë të mbarë dhe kemi shumë punë, mentorë së bashku, që në këtë radhë të jenë që s'ma të ferma. Kjo është e parë. Dy të mjaftë. Okej. Njëra kemi fillu. Okej. Bashkë të bëjmë gjysmat. Çfarë është wow? Shoqata internacionale me serinë në Gjenev, e grave shqiptare kudo në botë, ka për qëllim rrjetësimin e grave kudo ku janë, për të së bashku me studentët që sot i kemi të shumta, për të krijuar shërbime për të ndihmuar gratë që kanë nevojë për këto shërbime. Një nga ato kam qenë edhe unë që kam marrë përballë në Zvicër. Ne së fundi në 2023 kemi nisur një cikël aktivitetesh shoqëria fëmijëve të drejtave të gruas, një promovim të shërbimeve, 3 shërbime në bazë të gruas që janë shërbimi mbrojtja e gruas nga dhuna, së dyti integrim dhe edukim të gruas dhe së treti sipërmarrje e saj për varësimin e saj. Dëgjova tani që profesori së bashku me zotin Recep, me zotin Gashi, pas kanë krijuar një akademi në trojet tona, i ftoj që t'i bashkangjiten pjesës së edukimit kudo ku ne kemi shkuar. Ne kemi bërë aktivitetet në Gjilan, kemi bërë në Gjenev, kemi bërë në Durrës, kemi bërë në Maqedoni, tani. Jemi duke bërë në Maqedoni, në Preshevë, dhe kthehemi përsëri në 4 nëntor në Lëder. Është thirrja ime e para publike që i bëj mentorit që zonja Bejzadi nëse të jetë një nga gratë frymëzuese, sepse veri do të jetë një përmbledhje e këtyre aktivitete dhe do të ketë gratë frymëzuese, do të thonë profilet e tyre të njohim sa më shumë nga që na frymëzojnë. Kam qenë dhe jam gjithmonë e hapur, ne bashkë mundemi, nëse rrjetëzohemi dhe slogani shoqatës ka qenë gjithmonë partneritet të bura për të ndihmuar gratë. Ju ftoj secilin të qaseni dhe të kuptoni a i gjeni veten dhe jam e bindur që do të gjeni veten mrekullisht atje. Ju faleminderit dhe faleminderit kryetarit Rrjetit i cili insistoj që ne sot të ishim së bashku në këtë takim. Faleminderit Recep dhe ju uroj punë të mbarë. Mysafirëve tonë përgjithëve është kryetari i Ligës Biznesore Shqiptare, është zotëria Çameli Sufi, apo që na gjithë e njohim si Baca Çameli, kështu që fjala për juve. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, korin diplomatik shqiptar. Profesor njëkohësisht, por përshëndetje e takon të gjithë. Unë jam i privilegjuar sot të jemi si tuaj, nuk folën gjithë çka u dashur për fol, unë po
po ju them një të vërtetë se jeni pjesa më vitale e asaj e shoqërisë që mund ta bëni punën tuaj, mos u gëzoni nga postet që keni marrë, se nga sot e tuti keni marrë detyrim për të qenë shërbitor të së mirës. Ne shqiptarë kemi kalu, nuk duhet të futemi fort në histori, kemi kalu gjithçka, po veç mirës kemi kalu deri sot. Dhe ardhja e jonë këtu do të thotë se zanafile, sidomos nga rilindja, kur njerëz kanë bajt një shkronjë, një abetar, kur nis pe Kotohoxhit, Petronili Luarasit, Vëzëri Frashër, sot kemi po flasim shqip, parësisht. Se lidhjet shqiptare të Prizrenit në kuvend, vërtet kanë qenë gjitha vilajetet përfaqësues, por në kuvend s'kanë folë shqip se së njërë marrëvesh, kanë filluar turqisht, prandaj kuvendi i Prizrenit turqisht ka bërë punët. Prandaj jemi sot ku jemi këtu. Unë si kam një kërkesë nga ju që ta bëni punën sa më mirë, për shkak se vi nga trolli shqiptar, dhe Shqipëria është vendi me pasuritë ujit, zevenin e dytë në Evropë, ujit pishëm nuk ka. Pastaj, çfarë mund të flasim ne, është detyra e inxhinierëve. Edhe nëse ju dëgjojnë trokitni në tyrët ku duhet trokitur. Tjetra që është me rëndësi të veçantë, do thotë, unë jam nga të përndjekurit e parë pas persekutimeve të viteve të 81, dhe kom përjetu gjithçka këtu. Në Zvicër, kam përjetu vështërsi të mëdha, ju brezi dy që jeni ardhur keni gjetë pak më mirë, se nuk keni fjetë në lura, nuk keni fjetë zi e më zi. Prandaj ju keni gjetë do thotë më amël, më bukur, më rrjedhshëm gjithçka. Dhe është mirë që ta kujtoni prej nga kemi ardhur, përse kemi ardhur dhe me çfarë kushte prindët tuaj kanë fillu këtu, me çfarë vështirësish. Dhe Zvicra nuk është më gurbet për shqiptarët. Me ardhur një nga Gjakova në Kamenici po 4 orë, kurse nga Cyriu 2 orë jemi në Prishtinë. Prandaj jemi shumë. Ju uroj që të trokisni në dyert, jo vetëm të ambasadës dhe të konsulatës, po trokitni atje ku duhet e ku s'duhet, dikun ju dëgjoj, dikun s'ju dëgjoj, dikun ju shkrep, dikun ju shkon edhe ndoshta huq, por nisëm nga proverbi Skënderbeut një tregim kur ka i nga kruja dhe e sheh bukurët me lingonin që është hyp nis për të durë disa herë dhe në fund janë i del në kokë. Thotë, ky insekt pa tru edhe pa qenë general, do të ishte i vendosur me iblis, po unë ku t'iku. Prandaj ju inxhinierët keni detyra të mëdha, keni obligime të mëdha do morale për t'i ndihmuar adheut tuaj, adheut të prindve tuaj, dhe të stërgjyshve tuaj. Nëse këtu bëni jetën e mirë, mos harroni se kockat e kaluarve trashëgimtarëve tuaj atje janë. Është mirë të spaku, kujtoni me një lule, me një dëshmi të bukur me punën e tuaj. Prandaj çdo të bukur, çdo të mirë, gjithçka që ka shihni në rrozullin toksor, është dora e inxhinierëve, se inxhinierët nuk janë vetëm ata ndërtimtarë, inxhinierët nuk janë vetëm teknikës, nuk janë vetëm elektros, po shpreha e inxhinierët është një gamë e jashtëzakonshme dhe nuk po ju marr më shumë kohë. Ju e uroj sukses, ju uroj sukses pa kufi në këtë vazhdimsi që keni kriju. Ne po përpolitemi me juve nga viti 2011, me rrjetin 2013 e këte, urojmë që edhe ne të krijojmë një vazhdimsi bashkë me juve. Faleminderit. Ne ju më përpresim edhe në evente tjera, ju më përpresim në arritje tuaj tjera që do jenë
përshtatshme, po e suksesshme. Njëkohësisht pra shkollet për më shumë inovacion, për më shumë projekte, edhe për me ide të reja. Edhe një herë faleminderit shumë, edhe ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme.